Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani hudhër me mjalt për 7 ditë nuk do vuani kurrë nga këto sëmundje. Hudhra mund të forcojë sistemin tuaj imun kundër baktereve dhe mund të ndikojë gjithashtu në të mirë të shëndetit tuaj dhe në zemrën tuaj, dhe gjithashtu një përzierje e re e cila përfshin mjalt dhe hudhër është bërë virale kohët e fundit për shkak të vlerave të saj shëndetësore. Gjithashtu, sipas ekspertëve, ju duhet të dini se kjo recetë ka qenë pjesë e mjekësisë popullore prej mijëra vitesh, por fal industrializimit vlerat e saj kanë humbur, por sërish vëmendja po rikthehet në mjekësinë popullore dhe kjo recetë duket se ka dalë sërish në pa. Shumica prej nesh tashmë e dim se hudhra është mjaft e mirë për ne, por a e keni ditur se ajo mund të kombinohet gjithashtu me mjalt dhe të sjellë përfitime mjaft të mëdha? Hudhra gjithashtu është një reduktim i efekteve të arteriosklerozës. Në një hulumtim të kryer në Universitetin e Los Angeles nga Universiteti për Hulumtime Biomjekësore, u gjetë gjithashtu se hudhra mund të parandalojë përparimin e sëmundjeve të zemrës. Gjithashtu, sipas ekspertëve, hudhra jo vetëm që ju ndihmon në luftimin e sëmundjeve të zemrës, por ajo gjithashtu ju ndihmon edhe në reduktimin e shtypjes të lartë të gjakut. Kombinimi i mjaltit me hudhër jo vetëm që do të trajtojë tensionin e lartë të gjakut, por është i shijshëm edhe për sa i përket vlerave kur merret kundër kollës gjatë stinës së gripit. Ta merrni këtë përzierje në mëngjes, para gjithë ushqimeve të tjera ju do të përgatiteni për gjatë gjithë pjesës tjetër të ditës për të luftuar të gjitha mikrobet dhe bakteret. Përfitimet shëndetësore të marra nga hudhra janë me të vërtetë të mëdha, po ashtu edhe nga mjalti. Nëse ju i kombinoni këto të dyja së bashku, do të përgatisni një bombë për të gjitha komplikimet shëndetësore që ju mund të keni. Këshillohet ta konsumoni këtë përzierje me një lugë mesatare çdo mëngjes dhe do të ndiheni të shëndetshëm gjatë gjithë ditës. Mjalti dhe hudhra është receta e super vlerave të shëndetit. Është një kombinim fuqiplot i cili mund t'ju transformojë në një shembull të shëndetit dhe njëkohësisht të energjisë. Gjithashtu, sipas ekspertëve, kjo recetë nuk të rëndon në buxhet, është e lehtë për të përgatitur dhe mbi të gjitha ndihmon në mirëqenien tuaj të përgjithshme. Si hudhra, ashtu edhe mjalti janë përdorur nga të gjithë prej mijëra vitesh në kura të ndryshme popullore mjekësore. Së bashku, hudhra dhe mjalti janë të fuqishme për shëndetin e njeriut. Vlerat e hudhrës kur ajo konsumohet e gjallë janë shumë më të mëdha se kur ajo konsumohet në formën e suplementit. Edhe në qoftë se jeni dashamirës të hudhrës, sërish e keni të pamundur të konsumoni mjaftueshëm. Duke e kombinuar me mjaltin, intensiteti i aromës së hudhrës gjithashtu zbutet ndjeshëm duke e bërë atë më të lehtë dhe më të tolerueshme gjatë ngrënies së saj në sasi të mëdha. Mjalti është i mbushur me vlera të jashtëzakonshme shëndetësore, por kur kombinohet me hudhrën e mban sistemin imunitar akoma edhe më në formë. Të dy këta përbërës janë një fuqi më vete për sistemin imunitar dhe konsiderohen si armik i të ftohtit, alergjive dhe gripit. Mjalti është antioksidant, antibakterial dhe armik i mikrobeve. Ai është i mbushur me vitamina dhe minerale. Nëse ne do të zgjidhnim një term tjetër për të përshkruar mjaltin, ai me siguri do të ishte multivitamin. Mjalti mund të përdoret për të forcuar energjinë, sistemin imunitar, pakson alergjitë, zbut kollën, fytyn e lënduar dhe lufton infeksionin. Përse duhet të zgjidhni hudhrën? Hudhra është fantastike fal vlerave kundër inflamacionit, baktereve dhe virozave. Hudhra përmban sasi të mëdha të manganit, kalciumit, fosforit
dhe gjithashtu seleniumit, vitaminës B6 dhe asaj C. Përdoreni hudhrën për të ulur tensionin tuaj të gjakut, për të përmirësuar shëndetin kardiovaskular, për të ulur kolesterolin dhe njëkohësisht për të normalizuar hekurin në shëndetin tuaj. Hudhra me mjalt është receta e supervlerave. Ja se si ta përgatisni. Pastroni dhe sterilizoni kavanozin. Përdorni një kavanoz të përshtatshëm për sasitë e nevojshme të hudhrës dhe mjaltit që do të përpunoni. Mjalti duhet të mbulojë thelpinë të hudhrës dhe të lërë një hapësirë fare të vogël në sipërfaqe. Përgatisni hudhrën. Qërojeni hudhrën e freskët, priteni cepat dhe shtypeni thelpinë duke lejuar përzierjen më të plotë me mjaltin. Edhe pas disa javësh, thelpinë të hudhrës ruajnë dëndësinë dhe fortësinë e tyre. Hidheni në kavanoz dhe mbulojeni me mjalt. Nëse jeni duke përdorur mjalt puro, atëherë duhet ta ngrohni mjaltin në një enë me ujë të ngrohtë. Mos e teproni me temperaturën sepse nxehtësia shkatëron vlerat shëndetësore të mjaltit. Mbulojeni thelpinë të hudhrës me mjalt dhe lejoni pak hapësirë në sipërfaqen e kavanozit. Mbylleni kapakun fort dhe lëreni të mbyllur për disa ditë në temperaturën e ambientit. Futeni në frigorifer. Ju mund ta përdorni hudhrën me mjalt pas disa ditësh, por duhet të dini që shija dhe aroma e hudhrës zbutet pas një jave ose 2 javësh. Thelpinë do të qëndrojnë të pandryshuar në mjalt për muaj të tërë. Ndërsa i konsumoni thelpinë me kalimin e ditëve, mos harroni që t'i zëvendësoni me thelpinë të rinj. Nëse mjalti formon bulza, është thjesht nga procesi i fermentimit. Prandaj ju duhet të dini se nëse jeni të shqetësuar për bakteret në këtë formulë, atëherë keni parasysh që mjalti lufton mikrobet në mënyrë natyrale. Prandaj është e rëndësishme gjithmonë që të përdorni kavanoz super të pastër. Shumë njerëz dhe duan hudhrën pavarësisht aromës së saj. Ajo nuk është vetëm një shtesë e shijshme për pothuajse çdo vakt, por gjithashtu është e rëndësishme për mirëqenien tuaj. Ne këtu do t'ju tregojmë arsyet se pse duhet të hani hudhra. Hudhra mban në dhëmbët tuaj sa më të shëndetshëm. Hulumtimet kanë treguar se hudhra është një trajtim i mirë alternativ për inflamacionin e mishrave të dhëmbëve. Hudhra ka veti antibakteriale, antivirale dhe antikërpudhore. Veti antiplakje. Sipas hulumtimeve, hudhrat kanë veti kundër plakjes. Ne rritemi dhe njëkohësisht bëhemi të moshuar sepse trupat tanë e shndërrojnë oksigjenin në energji si edhe ushqimin. Sidoqoftë, ndonjëherë trupi ynë do të jetë paksa entuziast me këtë proces dhe do të shkatërrojë qelizat e tjera në proces. Nga ana tjetër, lëkura jonë do të bëhet më e butë dhe truri ynë do të bëhet më i ngadalt. Po ashtu ju duhet të dini se kjo vjen si pasojë e stresit oksidativ. Ndërkohë, vlerat e hudhrës nuk përfundojnë këtu. Në këtë rast, hudhra mund të jetë një shtesë e dobishme për dietën tuaj. Era e saj bën që trupi juaj të rrisë prodhimin e substancave në gjak, të cilat shkojnë kundër oksidimit tepër entuziast të qelizave në trupin tuaj, dhe këto substanca zakonisht njihen si antioksidues. Në këtë mënyrë, hudhra ndihmon në ngadalësimin e shenjave fizike të plakjes. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!